Është një lloj magjia e qytet. E ka thënë kaq bukur Ismail Kaderea ke kronik në Gursa që çdo përshkrim tjetër që ne njerëzit e zakonshëm përpiqemi t'i bëjmë aty qyteti është akti dështuar para përshkrimit që i bën ai. Cilat janë 5 gjëra që nuk dimë ne për një gjirokastrit? E para, gjirokastritët nuk janë fare koprac. Një gjirokastrit i ngurt në thonjza si shkriftohet? Fjala, vështrimi dhe besimi. A ballafaqohesh me gjuhën e ashpër të urrëties në rrjetet sociale? Po patjetër. Sidomos kur është një grua në leadership, Patjetër. nuk kursehen fare. Më del me dije përballë, do përpiqem të bëj ballë, po kur më del me ignorancën përballë, aty s'di se si të bëj ballë. Ju jeni një enciklopedi, o më pak është dhe bashkëshorti juaj gazetar në zyrat qendrore në BBC. Në fillim ka qenë ai violinë e parë publike, tani jeni ju, kur njëri është diell, tjetri bëhet hije. Cila është kosta oportune e profesionit tuaj për bashkëshortin tuaj? Preferoj të mos flas për familje. Pse kjo zgjedhje? Statistikisht sa vizitorët huaj parashikojnë këtë vit? Ne mbyllëm vitin 2024 me gati 12 milion vizitorë të huaj, ka nisur viti 2025 janar shkurt me mbi 15% më shumë se sa e njëjta periudhë e vitit kaluar. Të hyrat në ekonominë shqiptare në vitin 2024 arritën 5 miliard euro. Çfarë duhet bëj tani privati dhe çfarë duhet bëj shteti për ruajtjen e pastërtisë së plazheve në mënyrë të veçantë? Puna që bëjmë çdo vit është jashtëzakonisht e madhe. Sensibilizimi që bëjmë duhet të jetë edhe më i madh. Ndryshimi i mentaliteteve do marrë kohë. Çfarë bën Shqipërinë në sytë të huajve kaq tërheqëse sipas jush? Aftësia e shqiptarëve për ta kthyer mikpritjen e trashëguar në ekonomi. Kur unë them sot jam ministre nga Shqipëria, të gjithë kanë kokën, jo për mua, po për Shqipërinë. Mos haro të pish çajin e malit që ke aty dhe të provosh glikon e përmetit. Më duket se i kemi thënë disa gjëra të bukura sot në këtë podcast. Më pëlqen shumë që je veshur me ngjyrat e logos ton. Koincidencë. Ke qenë në fakt si deti i kaltër jugut të Shqipërisë dhe fiks si ngjyra e Vjosës që ka gjithë ato sfumaturat blu që ka xhaketa juaj. Unë jam shumë e gëzuar që na ke sjell ngjyrën e Vjosës sot. Më duket sikur kam ngjyrën e lumit Vjos dhe të falenderoj. Të falenderoj shumë që ke gjetur kohë në këtë sezon të ngarkuar zgjedhor, mes një morie dokumentash që pash tek zyra juaj, edhe mbes 100 impenjimeve që t'jep misioni publik si drejtuese një institucioni shumë të rëndësishëm, që hipotetikisht në qoftë se unë ndonjëherë do të zgjidhesha si ministre e këtij vendi, sikur, po nuk do ta bëj asnjëherë. Po atë ministri do doja të kisha. Po do doja shumë. Është ministri shumë e bukur në fakt, e vështirë, nganjëherë në një pozicion dualizmi të tillë që të vendos në mes të dy akseve të papajtueshme, shumë të kifta, turizmi që është zhvillim, mjedisi që është konservim, edhe është një ekuilibër i vështirë, por nuk është i pamundur. Në zyrën tuaj kur erdha ka marrë 3 gjëra me vete, shumë të bukura. Këtë Gourmet Centro ka marrë një liko mikse me shumë shije, e përmetit sigurisht, dhe kam pastaj dhe Albanian Flavors, erzat e tokës të bukur shqiptare. Kam dhe libretin e vogël tu që përshkruan se cilat janë këto erza. Ja, kemi boronicën, kemi çajin e malit, kemi kamomilin, rigonin, paprikën dhe levandën. Tani, do flasim pak për traditat, edhe ju jeni e birsuar nëpërmet, kam shkruar unë. Jeni vajza e qytetit të Gurt, bie Gjirokastrës, që do më thot mua tani se ku e ka zemrën. Nëpërmet apo në Gjirokastër apo i ka ngelur zemra në Vjos. Shiko, Vjosa është fantastike, sepse është fjongoja turkuaz, fjongoja e kaltërt, që praktikisht i lidh të gjitha këto qytete që i përmendët dhe jo vetëm. Unë adhuroj traditën. Jo thjesht për shkak të punës që bëj. Pra, tradita mua ose lidhja ime me traditën edhe me territorin, me territorin si njerëz, me territorin si natyrë, me territorin si aroma, me territorin si prekje, me territorin si muzikë, më ka ndihmuar shumë në punët që kam kryer në politikë. E vërtet që unë jam 50% Gjirokastrite dhe 50% Libovite. Do me thënë, aty kanë lindur dhe janë rritur prindrit e mi. Unë vetë kam lindur në Tiranë, por gjithë fëmijëria ime, gjithë rinia ime, gjithë beharet e mia kanë lidhen me atë pjesë të Shqipërisë, me jugun,
që fillon për mua sa po kalon Mallakastrën, pra fillon në Memaliaj, Tepelen, Gjirokastër, Lipohov, Dropull, edhe Këlcyr dhe Përmet. Është vërtet që Përmeti ndjehem kështu si bie e birsuar, edhe kam një kështu pikë të dobët. Përmetin dhe Këlcyrën i kam zbuluar kur jam bërë ministër kulture, dhe për shkak të detyrës kam shkuar atje dhe kam zbuluar një vend të jashtëzakonshëm, të bekuar nga Perëndia, por edhe të mbajtur në mënyrë të jashtëzakonshme poetike nga njerëzit. Sazet e Përmetit janë nga gjërat më të rralla që ne kemi në muzikë, në traditën e muzikës shqiptare. Gatimet e Përmetit për mua nuk i bën asnjë trev tjetër e Shqipërisë. Mund të më paragjykojnë dhe unë e di që sa herë them këtë, marr pastaj mesazhe, po jo, po se dhe atje bëhen shumë të mira. E them këtë pas një lloj kompleksi sepse nuk kam konflikt interesi. Konfliktet e mia të interesit dashurore për sa i përket origjinës janë në lidhje me Gjirokastrën. Ishte ai Bariu që ju kishte bërë përshtypje, në cilën Maj Mali? Ai ishte në Përmet, po kujtoj një përvojë në një Maj Mali, është një fshat i largët mbi Frashër, që quhet Vërçisht. Aty është një peizazh si ti është ku diun ato mrekullitë e Zvicrës. Dhe Barin që takova atje ishte një zotëri i cili më foli me një zë kaq të butë, më drejtua me ju. Më tregonte ku kishte qenë dikur vatra e kulturës në fshatin e Vërçishtit, të cilën do donte ta kishte sërish sepse aty dikur këndohej. Por zbulimi i këtyre thesareve të vogla i njerëzve të cilët vazhdojnë të thurin ëndrat sado në territore të thepisura, ky është një pikë që është, si thua, ndodhet si një kompas midis Skraparit, Beratit, Përmetit dhe Korçës. Është sikur prek Perëndin me dorë kur shkon atje, aq bukur është. Shumë bukur e ke thënë. Aq bukur e ke thënë, po unë do të çoj pak në Gjirokastër tani, në atë qytet të mrekullueshëm, shumë sugjestionues mesjetar, edhe dua të të kthej tek ngjyrat dhe aromat e fëmijërisë tënde. Le ta përshkruajmë pak atë rrugën me kaldrëm bashk në është një krye të shkuarën tënde. Ai është një qytet që të më befason. Sa vite jetë kam, aq vite që shkoj rregullisht atje, sidomos në 10 vitet e fundit unë jam çdo javë, çdo fundjavë në Gjirokastër. Po thonë që nuk ka person, hall, gëzim, shtëpi, gur, dhi, mal, që ti nuk e njeh Mirela Kumbaro në Gjirokastër. Unë kam pasion atë qytet, pra unë nuk e kam thjesht detyrë Gjirokastrën edhe gjithë këtë qark ku punoj. Sigurisht kam detyrën e përfaqësimit të asaj zone në kuvendin e Shqipërisë, por nuk besoj se do ta bëja dot këtë detyrë në një tjetër vend. Nuk do ta bëja dot në Tiranë, unë kam lindur në Tiranë. Jam rritur në Tiranë. Tirana është qyteti im, është qyteti ku jam shkolluar, ku kam mësuar, ku kam mëkatuar, ku kam gabuar, ku kam gëzuar, ku kam gjithë miqësitë. Por nuk mund ta bëj dot këtë detyrë që bëj si përfaqësuese e asaj zone, do ta bëja dot diku tjetër, sepse po nuk më kaloj nga shpirti, e nga mendja, e nga zemra, e nga syt, nuk e bëj dot. Ndërsa Gjirokastra është qyteti dhe zona, nuk them dot qyteti se nuk jam e kufizuar brenda. Gjirokastra brenda është shumë e vogël. Gjirokastra merr kuptim kur ti del jashtë mureve të Kalas, jashtë mureve të qytetit. Kam tërkohën aromën e çajit malit. Ajo që tregove pak më parë është praktikisht një asamblazh që unë i kam bërë disa prej erëzave të Shqipërisë sepse më pëlqejnë shumë aromat, jam shumë e ndjeshme. Ky gur është i Vjosës? Ai gur është nga shtrati i Vjosës. Dhe mbasi Vjosa u bë park kombëtar, gratë e Vjosës shpikën, le të themi, këtë lloj dhurate që të gurët e Vjosës i veshin, le të themi, me artizanatin e tyre. Duket një ide geniale. Fantastike. Është komplet natyrale, prandaj ta solla pikërisht se është simbolike, bukur dhe mua më duket sikur më sjell fat. Kështu që ndava pak nga fati im me ty. Faleminderit shumë, do ta mbaj dhe unë në tavolinën e zyrës time. Shumë faleminderit, një kujtim shumë i bukur, një copës Shqipërie dhe të ka rënë për fat një copës shumë e bukur Shqipëria. Në fakt është besuar një nga zonat më të bukura. Më ka rënë apo e ke merituar mbase? Unë nuk e di se kam merituar, po kam përshtypjen që edhe unë të përket. Më përket. Këto erëzat nga ishin nga cila zonë? Aty është përshkrimi gjeografik i tyre, sepse është një model dhurate që unë kam zgjedhur për delegacione, për kolegë, për miq, për të ftuar të ndryshëm, të huaj, të cilëve ju jap pak nga ajo që mua më pëlqen më shumë, aroma Shqipërie. Cilat janë 5 gjëra që nuk dim ne për një gjirokastrit? Që nuk dini? Që duhet i mësojmë nga ju sot. E para, gjirokastritët nuk janë fare koprac. Kundrazi. Ndjeve që kjo ishte nën pyetje në këtë pyetje. Gjirokastritët janë nikoqir.
janë shumë zemërbardh. Gjirokastritët nuk janë zhurma xhinj, nuk janë zhurmë mëdhenj. Nuk bërtasin në gjërat që bëjnë dhe edhe gjërat që bëjnë nuk i bërtasin. Janë gjërat e bukura që flasin vetë. Ne e pranojmë ndryshimin me pak vështirësi, duan kohë të bindem, se si puna e Shën Thomait duan ta vënë dorën në plak përpara se sa ta besojmë plotësisht, dhe kjo është prapë shenjë maturie. Janë duarart në shtëpi, janë duarart në artizanat. Këndojnë njerëz zakonisht shumë bukur. Cili do ishte fjalori i dashurisë tuaj për Gjirokastrën? Se ju jeni njohëse shumë gjuhëve, jeni një folse edhe njohëse shkëlqyre gjuhës shqipe si përkthyese akademike, po, profesore. Do t'i hapim këto sundukët e thesareve gjuhësore? E nisa dhe e lash në mes, sepse pastaj mora detyrën tjetër dhe mua nuk më doli koha. Po është patjetër një projekt i parë të cilit do t'i rikthehem sapo unë të mbaroj këtë mision. Për shembull, fjalë që fillojnë shkronja A si ane. Ane është nëna. Po është nëna Gjirokastrite dhe për mua është nëna sidomos në kuptimin e gjyshes. Është nëna Gjirokastrite, gjyshja ime ishte tipike me një shifon të zi në kokë. Shifon i thonë asaj shamis që mbajnë plakat Gjirokastrite, po ndryshe për shembull nga shamit ta zëm siç kanë parë gjyshe Tirana se një shamit të bardh, ajo është një shami e mbledhur dhe flokët i bëjnë ngërshet dhe i mblidhni nga pas dhe ja mblidhte flokët, dhe Anea është një institucion, nuk është thjesht një gjyshe. Është një institucion familje me rol shumë të rëndësishëm në vendosjen dhe respektimin e rregullave të familjes, qoftë të familjes vogël, qoftë të një familje më të madhe siç ishte familja ime. E kam në shumë versione Ane në shtëpinë time, sepse posedoj për fatin tim të madh një koleksion shumë ekskluziv të pikturave të Bashkim Ahmetit. Kam madje 2 Ane, edhe piktura quhet Lofatat, edhe janë këto 2 gra, siç i përshkruat juve, që rrin tek Sokaku aty në Sofatet dyert e Gjirokastrës, po edhe të Libovës dhe të gjithë fshatrave faktikisht të zonës, edhe në Lunxhori është njësoj, po në derën e madhe përgjithsisht janë portat e mëdha tipike dhe anash kanë 2 sofa quhen në Gjirokastër, që janë si 2 mure, të cilat Anet dilin dhe i lyenin gjithmonë me gëlqere të bardhë. Dhe përveç Anes kemi dhe uleshin aty dhe një fjalë tjetër Gjirokastër, molloisnin. Do të bënin muhabet. Bukur shumë. I pëlqej shumë këto rrëmimet në përsunduk gjuhësor kur gjen këto fjalët me nuanca dialektore sipas zonave të Shqipërisë. Bukuria e Gjirokastrës është një qytet që të surprizon. Ti kujton se e nje dhe prap hap një derë dhe zbulon diçka të re. Nganjëherë dhe njëjta pamje çdo mëngjes të shfaqet ndryshe, sepse është një qytet kaq sa misterioz, aq edhe goditës në të njëjtën kohë, kështu që është një lloj magjie ai qytet. E ka thënë kaq bukur Ismail Kaderea ke kronik në Gursa që çdo përshkrim tjetër që ne njerëzit e zakonshëm përpiqemi t'i bëjmë aty qyteti është akti dështuar para përshkrimit që i bën ai. E drejt. Tek zyra juaj, kur neve bisedonim, përballë kishim një dhi që na shikonte. Edhe kam këtë dhi prezente unë edhe në zyrën tuaj, po edhe në pikturat e Bashkim Ahmetit. Përveç Anes, dhit janë kudo. Dhia si simbol që në Shqipërinë e lashtë Pellazgu i Lire, dhia që ushqen të Zeusin, po dhia në përkrenarin e Skënderbeut, e kanë shqiptarët dhinë me vete. Për çfarë simbolizon për ju në fakt? Është një fotografi e dhisë së egër, që është një ndër speciet e mbrojtura të faunës shqiptare në veri të Shqipërisë. Gati pata një lloj ndjesie identifikimit vetvetes me atë dhinë e egër atje në mal, po ndërkohë dhia patjetër është si në dhinë e butë, edhe në dhinë e egër janë qoftë kafshë shtëpiake shumë të rëndësishme për blegtorin, dhe zona e Gjirokastrës është kryesisht blegtor për shkak të relievit malor që ka, qoftë edhe tek fauna e egër është një ndër speciet më të mbrojtura. Kemi specie shumë të ralla, të cilat praktikisht i kemi sot në parqet kombëtare. Shfatësillse dhia në kulturën shqiptare? Po, do më thënë, shiko, ne shqiptarët jemi popull mesetar, jemi popull ballkanik, ku dimensioni i misticisë është shumë i fortë. Ne kemi nevojë, jemi supersticioz, mendoj unë, të gjithë, edhe kur e mohojmë jemi në fakt. Je supersticioze vetë, ke ndonjë simbol?
nuk jam supersticioze deri në atë pikë sa supersticione të më marrin peng, po më pëlqen her pas here ta kënaq veten ose ta ngushëlloj veten ose ta stimuloj veten me element që lidhen me supersticioze, siç është ai guri, për shembull i vjosës ose siç janë gjethet e dafinës. Janë ca element të cilat edhe në qofse në mos qoftu sa joft, thotë populli. E bukur. Jo, përderisa të bën të ndjehesh mirë, pse të mos ja bëjmë shefin veten me ca elemente të tillë. Po në fund fare supersticione janë. Edhe janë, le të themi, instrumenta, dimensione që njeriu i ka krijuar për të ekuilibruar disa realitete që mbase nuk i kontrollon dot. Kështu që pse jo, unë nuk kam asnjë lloj problemi, po besoj që kultura jon me legjendat, me prallat, me historitë, është një kulturë shumë emocionale, shumë më tepër se sa racionale siç mund të jetë. Dhe sa më shumë zbret në jug, aq më fort bëhet dimensioni emocional. Po unë them që kjo është një ndër bukuritë, prandaj është interesante edhe kur çmendemi në emocionet tona. Por ndryshe do ishim shumë të mërzitshëm. Doja të pyesja si e komentoni konceptimin estetik dhe transformimin e qafës Pazarit, që është një nga pikat më të bukura të qytetit të Gjirokastrës. Ke hasur shumë rezistencë në fillim kur filloi procesi i transformimit. E dija që do hasja rezistencë dhe nuk ka qenë procesi i lehtë sepse është pikërisht ajo qafa e Pazarit në cilën jam rritur vetë. Është shumë interesante nga pikpamja e arkitekturës, është Gjirokastri të thonë është si plëmba e dorës, ku qafa e Pazarit është mu në qendër dhe janë 5 sokak, të cilët shkojnë në 5 drejtime të ndryshme. Kjo është qafa e Pazarit. Është një arkitekturë e ndërtuar 200 vjet, 200 e kusur vite më parë, ku nuk mendohet kishte aq shumë njerëz, dhe sidomos as pak makina. Ka qenë e bërë për njerëz, për kafsh, është e periudhës së mesjetës si arkitekturë, tipike e periudhës osmane, por ndërkohë që vitet e modernitetit dhe sidomos vitet e tranzicionit e dëmtuan jashtëzakonisht shumë, sepse unë aty isha në vitin 2013-14, aty kalonin makina, kamion, autobus dhe imagjinoni se sa shumë rënoje e para. E dyta, të mbash një qytet, të mbash në këmbë, ta restaurosh, trashëgimia kulturore ka kosto shumë të lartë në mirëmbajtje. Kështu që çfarë ndodhi që shumë njerëz zbritën tek ajo që është pjesa moderne dhe jo detyrimisht pjesa më e bukur, për hir të vërtetës është ndërtuar në mënyrë të shëmtuar një pjesë e lagjeve të poshtme, krahasuar me bukurinë e qytetit të vjetër, dhe kur ti e abandonon, e braktis një shtëpi, fillon rënohet. Kjo bëri që pjesa e qendrës historike të kishte shumë shtëpi të rënuara, sepse kishte kosto shumë të lartë, ndërkohë që në një apartament të kushton shumë më lirë. Shumë njerëz u larguan, Gjirokastra është një qytet kufitar dhe përpasoi dhe shumë emigracion të Greqisë, dhe nuk ishte e lehtë ta risillje në jetë. Dhe kishte edhe një lloj trishtimi tek njerëzit, se dukej sikur mbas 25 vjetësh nuk mund të rimerte më frym Gjirokastra dhe nuk mund të rimerte atë ndriçimin që ka pasur në jetën e vet historike. Kështu që filluan projektet e para me shumë vështirësi, por me shumë besim se do t'ja dilnim, sepse patëm shumë aleat në këtë punë. Qeveria shqiptare e vendosi, unë isha ministre kulture dhe nuk e kisha atë lehtë dhe nuk mund t'ja dilja nëse gjithë qeveria nuk do të kishte mbështetur projektin e restaurimit të qendrës historike të Gjirokastrës, të Pazarit, por ishte një projekt që eci paralel me atë që ne kemi quajtur rilindja urbane, që u fut në Korçë, në Berat, në Shkodër, në Krujë, në Përmet, në qendrën e Tiranës, në Vlorë, në Durrës. Na akuzuan atëre se po merreshim me fasadat. Ka qenë një investim kaq i vyer që nuk kishte për synim thjesht të zbukuronte fasada, po të rindërtonte raportin psikoemocional, psikoestetik të banorit me qytetin ku jetonte, të na ribënte sërish krenar për vendlindjen. Çfarë thon Gjirokastritët tani? Pati reagime reaksionare të forta. Pati reagime kur filloi rikonstruksioni i Pazarit, pati reagime kur u bë rikonstruksioni i kaldrëmeve, pati reagime kur të gjitha këto gjëra filluan të ndryshojnë, pati reagime kur vendosëm që qendrën historike ta bënin pedonale. Shiko, nga njëherë njeriu ka frikë nga ndryshimi, edhe kur ndryshimi vjen për mirë, pa e prekur, pa e kuptuar, ti thua, shiko, më mirë po rri këtu, po e di, e njoh, pra jam në një terren në të cilin unë e njoh. Zonë komforti, po. Në një zonë komforti, ndërsa ndryshimi me përkufizim nuk është zonë komforti. Edhe kur vjen për mirë, kur nuk e di tamam se si do jetë të trëmbë,
e panjohura të trëmbë dhe kur është e bukur dhe kur është e mirë. Kështu që kjo kërkonte një proces shumë të gjatë komunikimi. Edhe këtu është vit tek ajo që thash pak më parë. Ne gjirokastritët nuk jemi të lehtë që në momentin e parë, ndoshta arkitektura ka ndikuar, ndoshta guri ka ndikuar, ndoshta se po ta shikosh në Gjirokastë dhe dritaret janë të vogla, jepet më shumë mundësia për të parë nga brenda jashtë, jo nga jashtë brenda. Psikologjikisht jeni pak introvert, do të thotë profili juaj psikosocial është pak introvert apo jo, pak izoluar. Po, ndryshe nga fshatrat, unë që i kam të dyja pjesët e familjes në jetën time, pra Gjirokastrite nga nëna dhe Libovite nga babai, unë e bëj dallimin midis dy mënyrave të jetesës, ndërkohë që janë thjesht mali përballë, pra janë 20 Një Gjirokastrit i ngurt në thonjza si shkriftohet? Si negociohet me të? Duke folur. Fjala është çelësi magjik për ne Gjirokastritët. Argumentit i bindën. Fjala, absolutisht, do të thënë jemi njerëz shumë racional, duam ta shohim njëri tjetrin në sy dhe duam të komunikojmë. Dhe besoj që janë 3 element shumë të fortë të qytetërimit. Fjala, vështrimi dhe besimi. Të treja këto bëjnë thelbin e një Gjirokastriti. Lumi Vjos, i vetmi lum i egër i mbetur i Evropës. Leonardo DiCaprio, një zë i jashtëzakonshëm në nivel botëror, i cili si mbështetës shumë i fortë për ruajtjen e lumit Vjosa në Shqipëri e ka cilësuar si lumin e fundit e egër në Evropë dhe në një postim në Instagram që e shkëputa për këtë intervistë ai thekson rëndësinë e shpalljes së lumit Vjosa si park kombëtar. Një ngjarje historike duke u shprehur se kjo do t'i lejojë lumit të rrjedh i lirë përgjithmonë nga burimi në det për brezat e ardhshëm. Evropa nuk e ka bërë këtë, sepse ka marrë përfitimet e veta të ekonomisë. Përveç tentativave që ju keni bërë për të ndërtuar bujtina, për t'i dhënë shpirtit të biznesit të ekonomisë së gjelbër jetë, ai mbetet një lum në fakt i virgjër, jashtëzakonshëm, piktoresk. T'i japim Cezarit atë që i takon Cezarit. Edhe në kuptimin e mirë dhe në kuptimin e keq. Nuk është se këtu në Shqipëri ne kemi pasur në këto dekada qeveri të iluminuara me një ndërgjegje apo politik bërje mjedisore të atill që tham tani meqense Vjosën e kemi do ta ruajmë. Ana negative është se gjithë kjo pjesë e Shqipërisë nuk ka pas investime, nuk ka pas program zhvillimi, nuk ka pas plan investimesh, aq më pak vizion për të thënë se do bëjmë agroturizëm blektoral apo bujqësor. Thjesht ka qenë një zonë e pa investuar, pa asnjë dritë dhe njerëzit e braktisën. Unë thash në fillim të bisedës tonë që unë kam një ndjenjë, nuk kam faj, po më vjen turp kur them që në tërë jetën time kam shkuar në Gjirokastë dhe s'isha kthyer ndonjëherë përmet, ku rrjedh një pjesë shumë e rëndësishme e Vjosës, sepse lumi Vjosa fillon në Greqi, burimin e ka në malet e Pindit dhe 70 kilometrat e para të lumit rrjedhin në Greqi. Dhe për ata që s'e kanë vizituar ende, i sugjeroj që të shijojnë një nga peizazhet më magjepsës të Shqipërisë. Vërtet. Dhe hyn në kufi me Shqipërinë, hyn pikërisht në zonën e Leskovikut. Pra, pak në Leskovik dhe pastaj futet komplet, përshkron gjithë fshatrat e jashtëzakonshëm të Përmetit, rrezën e Mërçkës, rrjedh në Përkëlqyr, vazhdon në Tepelen, ku bashkohet me degët e saj lumi Ndrino që zbret deri poshtë në Gjirokastër, Libov dhe Dropull. Dhe vazhdon më tutje në Memalije, e përqafon si një fjongo e kaltër Memalien, vazhdon në Mallakastër, është një nga luginat më të mrekullueshme dhe ka dhe 2 degë dhe deri në Grykderdhjen e saj, fiks midis Fierit dhe Vlorës. Ku keni bërë ju një fjalim për Vjosën, e cila personifikonte në një kuptim edhe elegancën e gruas së bukur shqiptare? Unë e prezantova Vjosën si një grua, sepse aty pastaj është ndoshta më shumë metaforat që mua më vijnë nga profesioni, që është letërsia, por edhe për faktin se gruaja në gjithë krahin në rrotull Vjosës është një institucion shumë i rëndësishëm. Gruaja ka një rol shumë të rëndësishëm në zonën e rrotull Vjosës, në Gjirokastër, në Përmet, Tepelen. Është shumë e rëndësishme në familje, është shumë e rëndësishme në fshat, është shumë e rëndësishme në shoqëri, është ajo që edhe kur nuk duket, është ajo që komandon realisht, në kuptimin e mirë të fjalës. Dhe burrat edhe ata që duan të duken si burra të fortë, në fakt janë burra të cilët nuk bëjnë gjë pa pyetur gratë. Kështu që dhe kjo është edhe një ndër elementet shumë emancipues të gjithçka lidhet me Vjosën. Plus pastaj kulturat kanë të bëjnë, kulturat, e kanë fjalën për kulturat bujqësore, vreshtat, ka pemë frutore, dhe nëse aty ka shumë bujtina,
janë kryesisht merite grave. E grave të cilat i mbajnë. Pra, domethënë unë pothuajse i kam shëtitur të tëra bujtinat rreth rrotull, as nuk imagjinoheshin dikur që ferma të ktheheshin në bujtina agroturizmi, por janë gra të cilët ato që ju mësuan gjyshet, nënat e tyre, e përkthyen në ekonomi. Pra kur ti shkon në këto bujtina, ke recetat e gjyshes të cilat sot janë pjesë e menus dhe me të prodhon ekonomi. Fëmijët punojnë bashkë me to, me gratë, erzat, përpunohet dhe ka edhe shumë krijimtari, ka shumë kreativitet. Cila është kritika më e padrejtë dhe më e ashpër që keni dëgjuar gjatë karrierës tuaj? Në politikë, po. Kritik të drejtë për kritik substanciale nuk mund të them. Fjalë të rënda po. Që me sa duket është pjesë e kostos që merr kur merr një detyrë publike, përballesh me sulme dhe sidomos do thoya që rrjetet sociale, që është sot një pjesë e pandashme e realitetit, ja u bëjnë më të lehtë një kategori të caktuar për të sulmuar me burra cakri. Se është tjetër gjë të dalësh përballë, edhe është një gjë tjetër komplet kur fshihesh mbas atij ekranit. Ishte ditën e shtunë, ishte datë 22, ishte dita e Sultan Nevruzit. Dhe krajina ime është një krajinë ku ka shumë bektashi. Edhe babai i Teqes së Melanit, duke diskutuar, më tha, kur më del do përpiqem ta riprodhoj siç më tha saktësisht, kur më del me shpat përballë, thot Imam Aliu, ditë të bëj ball. Kur më del me dije përballë, do përpiqem të bëj ball, por kur më del me ignorancën përballë, aty s'di se si të bëj ball. Shumë bukur e ke thënë. Nuk e kam thënë unë. E ke riprodhuar shumë bukur. Kjo do bëhet hit. Unë e perifrazova aq sa mundesha dhe madje më pëlqeu kaq shumë kur ma citoi, tha që i kërkova disa herë, thashë lutem më thuaj prapë se më pëlqeu shumë, edhe më ngjiti. Kështu që në këtë rast është një mënyrë për t'ju përgjigjur pyetjes që më bëre pak më parë. Çfarë po ndodh sot me gjuhën shqipe? Çfarë ka ndodhur me gjuhën shqipe këto vite, këto dekada të fundit? Ku po shkojmë në fakt? Edhe marr shkas nga mënyra se si ju e flisni gjuhën shqipe kaq bukur si muzikë. Gjuha shqipe është që gjuha shqipe, po të gjitha gjuhët janë qenie të gjalla. Që do me thënë, janë fenomene sociale, nuk janë të ngrira, nuk janë të futura në për libra, nuk janë të futura në zonën e ngrirë dhe nuk janë dogma. Gjuha që flitet në një shoqëri është një qenie e gjallë që evolon bashkë me shoqërinë dhe që reflekton të gjitha ndikimet që kanë njerëzit që e flasin. Në fund fare gjuha është një kod komunikimi. E rëndësishme është që ajo të ketë brenda vetes të gjithë pasurinë që ka trashëguar dhe gjuha shqipe përbëhet nga leksiku që ka në origjinalitetin e vet, nga dialektet që janë të ndryshme, është pasuria më e madhe që mund të ketë një gjuhë, të folmet në treva të ndryshme, nga huazimet që janë fjalë që hyjnë nga kultura të tjera, nga gjuhë të tjera dhe që birësohen nga gjuha në cilën flasim. Nga ana tjetër, kjo gjuhë mund të jetë shumë e cënushme kur ata që e flasin nuk kanë ndërgjegjen gjuhësore për t'i bërë të gjithë këto element të bashkëjetojnë pa prishur thelbin e asaj gjuhe. Dhe këtë nuk mund t'ia kërkosh atyre që e flasin pa e pas të ndërgjegje. Detyra kryesore, ne nuk mund themi të rinjtë e sotëm, shqipja e sotme. Detyrën kryesore këtu e kanë profesionistët e medias, apo e bëjmë ne si profesionistë të medias si duhet të punë, kemi në ndërgjegje gjuhësore, kam frikë se jo. Shkolla, e cila duhet jetë shumë këngulse dhe unë në ëndrat e mia apo dhe në mënyrën se si e imagjinoj dhe e kemi nxitur shumë, do thuash ti je politikane, kështu që bëje, për të vazhduar mësimin e gjuhës shqipe sa më gjatë. Ka qenë një periudhë kur mësimi i gjuhës shqipe ndaloi në klasë të 8 dhe pastaj nuk ishte më një lëndë e rëndësishme, ndërkohë që mendoj që duhet të jetë në vazhdim. Televizioni, por sot përballet si çdo gjë tjetër me një element që nuk e kontrollojmë dot më, që janë rrjetet sociale, të cilat kanë futur kode të reja që nga shkurtimet. Pra, është një periudhë që
jo vetëm gjuha shqipe, po dhe gjuhë të tjera shumë më të mëdha se sa gjuha shqipe, po përballen me këto fenomene. A ballafaqohesh me gjuhën e ashpër të urrëties në rrjetet sociale? Po patjetër. Sidomos kur është një grua në leadership, Patjetër. nuk kursehen fare. Fare. Unë besoj që nuk kursehen me asnjë, por kur është një grua, edhe ndërkohë mbas sa më ashpër, vulgare, seksiste të jetë gjuha që përdoret, aq më shumë zbuloj burrat e pafuqishëm dhe burrat e dobët që i përdorin ato. Mbas tasteve dhe mbas ekraneve. Vetëm burrat e dobët përdorin dhunën edhe vulgaritetin në gjuhë në komunikim në komunikimin publik. Nuk mendon që ka dhe gra të dobta të cilat nuk e pranojnë edhe nuk e përqafojnë suksesin e një gruaje tjetër të fortë? Kjo është e vjetër sa ç'është edhe historia njerëzore. Fenomene të tilla nuk janë vetëm në Shqipëri. Fenomene të tilla janë kudo. E shoh në rrjetet sociale në Itali, në rrjetet sociale në Francë. Unë them është më mirë kështu se sa pa mundësi komunikimi. Unë kam jetuar kohën kur komunikimi për ne ishte luks, kur ti duhet komunikoje vetëm në një mënyrë, vetëm me një fjalor të caktuar, dhe ku fjalën nuk na mësonte njeri, na mësonin dogmën, po jo fjalën. Çfarë kufizimi të mërshëm duhet këtë qenë? Po nuk ishte vetëm kufizim fjale, ishte kufizim mendimi, se kur për 5 dekada ti nuk e ke lirinë e fjalës, nuk ke lirinë e mendimit, nuk ke lirinë e fesë, nuk ke lirinë e besimit, mendimi rrudhet dhe pastaj të varfërohet fjalori. Edhe një varg tjetër shpëtimi i rëndësishme janë librat që ju doni kaq shumë dhe jeni një njerëz që edukoni vazhdimisht, siç ndodhi në kohën e Covidit, më kujtohet nisma juaj në Facebook, le të takojmë për një libër e cila të roqi shumë vëmendjen në një Shqipëri të mpirë, në një botë që u paralizua. Ja, pra kishte njerëz që u bën madje iniciatorë që libraritë në Shqipëri të paktën të ishin të hapura dhe njerëzit të lexonin dhe në mënyrë virtuale ju kërkonit që personazhet e njohur të lexonin një fragment libri për të nxitur leximin. U bë virale sepse ishte një lloj komunikimi, ashtu siç filluan të komunikojnë nga balkoni në balkon, në këtë dritaren e Facebookut. Unë e përdora sepse edhe më zbavise vet, po edhe më pëlqen shumë letërsia për fëmijë dhe më pëlqen shumë komunikimi me fëmijët, sepse kjo aftësia, dëshira, pasioni për të lexuar nuk është një gjë që mund ta bësh kur je adult, pra kur je i rritur. Domethënë në një farë mënyrë nuk fillon dot të lexosh kur je 40 vjeç, me gjithë respektin për 40 vjeçarët, ta ka marrë fera uratën, o lexon ose lexon. Është një gjë që duhet bërë me të vegjëlit, kështu që si çdo gjë tjetër mësohet më mirë në vegjëli, edhe pastaj e merr dhe e trashëgon dhe e vazhdon. Dhe jam përpjekur ta bëj atëherë edhe si një zbavitje për vete, por edhe si një mënyrë për të një kontribut vogël në shoqëri. Të kujtohet një fragment libri që mund të më lexosh apo shiko, un kam një libër shumë të dashur, të cilën e kam librin e jetës, që është Princi i vogël. Princi i vogël i Antoine de Saint-Exupéry. Edhe koleksionoj gjithë botimet e mundshme. Është nga librat, domethënë pa hyrë në garë me Biblën, që është sot libri më i përkthyer, por është nga librat më të përkthyer në botë. Është një libër i vogël që është sa për fëmijë, aq për adoleshent, e për të rinj, e për të pjekur si puna ime, edhe për pleq. Dhe që nuk e di se si mund të jetë një prozë më poetike se aq, që të duket naive, por është aq e thellë. Dhe aty është një libër të cilin unë e mbaj gjithmonë ke koka krevatit, ose e marr gjithmonë vete se është dhe i vogël, është libër i shkurtër. Për shembull, ka një pasazh ai libër që thotë, që më pëlqen shumë, që thotë në qoftë se do të ndërtosh një anije, mos urdhëro njerëzit që të marrin drasat dhe të bëjnë, po e perifrazoj, dhe të ndërtojnë anijet. Jepu atyre dashurinë për detin, edhe ata do ta ndërtojnë vetë anijen. Edhe më duket se është një quintessencë e mënyrës se si mund të bësh një punë të mirë kur e ke pasion. Edhe e bën këtë me ekip. Do ndihmojmë që Princi i vogël të bëhet një bestseller në Shqipëri vetëm nga ky podcast, me bindur që shumë njerëz do shkojnë do ta blejnë në librari nëse nuk e kanë shfletuar dhe lexuar. Është libër i bukur shumë. Unë nuk lë ras pa folur për atë libër sa herë që më jepet mundësia. Vini nga bota akademike, 25 vjeçari profesional i lidhur me akademinë dhe përkthimin, keni përkthyer Shakana e Kunderës dhe Duke pritur godon të Samuel Beckett, keni nisur gjithashtu di libra të Kunderës, por për shkak të misionit në politikë. Disa libra të tjera të Kunderës, kam përkthyer librin Mosdia, kam përkthyer librin Nga dalësia, nisa lehtësinë e papërballueshme të qenies, por nuk e përfunduat. Edhe për shkak të detyrës dhe përktheu. Është autor i zemrës tuaj, Kundera apo jo? Kundera po. Është dashuria letrare e jetës time.
Këto përkthimet që mbetën në mes, kur do t'i çojmë në fund? Do t'i rikthem. Profesioni është për gjithë jetën. Politika është një mision i përkohsh. E vërtet. Bëni shumë gjëra për t'u lodhur, nuk e di se çfarë bën Mirela Kumbaro për t'u çlodhur. Përveç leximit të librave kur ka kohë. Jo, nuk harri dot lexoj libra për fat keq. Më vjen shumë Ashtu, keq, po nuk e mohoj. Kam një stiv me libra që rritet se them këtë libër do ta lexoj kur të kem kohë këtë, dhe ai rritet dhe unë e di që do më presin aty ato libra. Më ka treguar një foto tuajën, se jam interesuar shumë përpara kësaj interviste. Shtëpia juaj është në çdo kënd e në çdo cep e populluar me libra dhe nuk ka vend më aty. S'ka më kapacitete se ku mund vendosen librat, sepse mbi çdo rendi, arredimi mbi çdo objekt ka vetëm libra. Më kujtohet sekretet nuk e nxjerr, po ma pas kanë nxjerr. Po më kujtohet pak ajo pamja e La Bella la Bestia në filmin e Disneylandit, ku Bella kërkon që t'i dhurohet një bibliotekë dhe ka, e posedon pastaj, edhe sa mirë që ke pasur kohën ti lexosh gjithë ato libra apo jo të gjithë i ke lexuar? Thjesht i ke edhe për kam lexuar, nuk i kam lexuar gjithë librat. I ke edhe kështu si miq që ata të shohin gjithkohës dhe ti sheh po. Është pjesë e profesionit. Profesioni im librat kanë qenë, librat janë, edhe profesioni im dhe profesioni i shokut tim, i bashkëshortit tim, dhe fëmijët i kam po prap në atë sektor, kështu që librat janë pjesë e punës, pjesë e jetës, pjesë e pasionit, pjesë e ëndrrës. Është pjesë e mobiljes, kështu që është normale. Si çlodhesh atëherë? Të vetmet momente kur përpiqem ta heq balancosh pak prizën, fare pak, është në darkë vonë kur e kam të mundur, jo çdo darkë, përpiqem të shoh një film për të shkuar në një realitet komplet tjetër. Nuk ndodh shpesh, po të paktën një herë në javë përpiqem ta gjej pak kohë në darkë vonë, të shoh një film që më çon në realitete komplet të tjera që s'kan fare lidhje me ditën dhe me javën. Ju jeni një enciklopedi, jo më pak është dhe bashkëshorti juaj gazetar në zyrat qendrore në BBC. Në fillim ka qenë ai violinë e parë publike, tani jeni ju, kur njëri është diell, tjetri bëhet hije. Cila është kosta oportune e profesionit tuaj për bashkëshortin tuaj? Ai sot është gazetar, vazhdon profesionin e tij, por diskret. Ti je dhe gazetar, ti je dhe diskret. E vështirë, po është një ekuilibër i vështirë, delikat. Unë përgjithsisht preferoj të mos flas për familjen. Pse kjo zgjedhje kaq hermetike? Unë në fakt të kuptoj, por publiku do donte të dinte. Është një zgjedhje e imja si pjesë e familjes time. Pra është një zgjedhje e familjes tonë, që çfarë është e familjes është e familjes, dhe unë konsideroj që familja është kopshti privat, nuk është kopshti për të soditur nga publiku, por është kopshti që ndërton familja brenda vetes për të krijuar ekuilibrin e vet midis punës publike dhe jetës private. Prandaj jam shumë konservatore në këtë drejtim, por edhe për të respektuar një vendim të familjes që e kemi respektuar që të gjithë, pavarësisht profesioneve publike që kam unë dhe bashkëshorti im, ai në profesionin e vet mbi 35 vjet tashmë. Edhe unë në këtë punë që bëj tani. Jemi një dyshe që plotësojmë shumë mirë njëri tjetrin, shok shumë të mirë, këshilltar shumë të mirë të njëri tjetrit, të pandar, qoftë në vendimet private, qoftë edhe në shumë vendimarrje profesionale, që mund të ketë dhe karakter publik që ne bëjmë është. Ai mund të drejtojmë i parë dhe i fundit. Ai mund të drejtonte shumë mirë një program aktualiteti, një program politik, por nuk e bën këtë. Është ndoshta fatura që paguan duke patur bashkëshorte një grua si ty? Nuk është një prapë dhe kjo një vendimarrje, sepse nga pikpamja e etikës profesionale të një gazetari, por edhe nga pikpamja e respektit të detyrës publike që unë kam marrë, konfliktet e interesit nuk i shërbejnë as profesionit të njërit dhe as detyrës publike të tjetrit. Dhe në këtë kontekst mendoj që prevalon interesi publik që lidhet me detyrën që unë kam, me misionin që unë kam. Është më i rëndësishëm se sa interesi personal, qoftë edhe profesional i njërit prej nesh. Në momentet saktuara të jetës, e kemi ruajtur këtë ekuilibër, herë njëri, herë tjetri, për të ruajtur aty që është vendimarrja jone përbashkë. Si jeni njohur ju të dy dhe dua të di çfarë është martesa pas kaq shumë vitesh? Janë disa dekada martesë. Unë di që ti do lodhe shumë duke bërë nga këto pyetje, por nuk është se do të. Ne jemi bashkëmoshatar dhe jemi njohur në vitet e rinisë. Si funksionon martesa kështu në kaq dekada jetë bashk? Sfida, ulje, ngritje,
Vargmala, duhet keni kaluar së bashku në... Se është një ngrehin të cilën është si një pjesë në piano me 4 duar, e cila kur është e kompozuar që në fillim dhe kur je vetë kompozitor, siç jemi ne kompozitor të jetës tonë, krijues të jetës tonë, të familjes tonë të vogël, por edhe në ekuilibër me familjet tona më të mëdha, është një udhëtim i përbashkët që bazohet, që ka shtyllë të fort respektin dhe të qenit mbi të gjitha shok. Jemi shok shumë të ngushtë dhe të tillë kemi dhe fëmijët, kështu që kjo është një ekuilibër perfekt, të cilin e ruaj me fanatizëm të jashtëzakonshëm. Po Mirela si nën, pa shumë detaje, po në princip si ka qenë? Më duket që grua shumë emancipuar, shumë liberale, në të njëjtën kohë nuk e di cilat janë parimet tuaja të konservatore të edukimit të fëmijëve. Nuk besoj se kam qenë një nën konservatore, po shumë e përkushtuar, shumë komunikuese. Këtë dimensionin e komunikimit, sa që kam në jetën publike, e kam mënyrë të jetuari në fakt më shumë se sa zgjedhje. Pra nuk është diçka që unë e kam marrë komunikimin si një instrument vendimarrës. Komunikoj shumë edhe në familje, komunikoj shumë me njerëzit me cilët punoj, komunikoj dhe unë besoj shumë fort ke forca e komunikimit. Do të thotë besoj ke forca e fjalës. Nuk ka armë më të fuqishme se sa fjala kur do të çosh përpara qoftë projektet private, qoftë projektet publike apo profesionale. Një nën që komunikon dhe që janë përpjekur ti rris fëmijët e mi duke i konsideruar si shok të vegjël, pastaj shok të rinj dhe pastaj shok të pjekur. Bukur. Nëse nuk do të bëje këtë punë, çfarë do të bëje, Mirela? Po kjo që bëj unë nuk është punë, është mision. Do me thënë është një mision i përkohshëm, nuk e konsideroj profesionin e jetës. Unë jam futur në politikë shumë vonë, kur kisha bërë goxha karrierë modestisht, mund ta them këtë, në profesionin tim. 28 vite pedagoge, kam diplomuar 28 breza studentësh, më është dhënë mundësia të udhtoj shumë për shkak të profesionit, si eksperte, dhe kur unë u futa në politikë, u futa për një kontribut, nuk u futa për të filluar jetën time nga e para. Prandaj nuk e konsideroj politikën profesion, e konsideroj një mision si një angazhim tek i cili besoj, sepse për të parën herë besova në një politikbërje vizionare. Për të parën herë besova se nëse angazhohem, mund të bëj një ndryshim dhe mund të jap një kontribut sado modest. Kjo ka qenë arsyeja pse pranova në vitin 2013 të përgjigjem ftesës së kryeministrit për të bërë ministre kulture në atë kohë, si njëri që nuk vija nga politika, nuk vija nga partia, po vija nga shoqëria civile, vija nga kultura, nga bota universitare. Cili është versioni më i brishtë i Mirelës? Qan, Mirela? Unë nuk kam njohur deri sot njerëz që nuk qajnë. Po ka ca njerëz që janë kështu si të ngurtë, si akull, që ndjejnë, po nuk qajnë në fakt. Nuk i kam njohur unë këta njerëz, se ose më rrin larg ose ju rrin larg. Çfarë të përlot, çfarë të emocionon? Çdo gjë, një muzikë e bukur, një film i bukur, një ngjarje, një fjalë e dikujt që mund të më lëndoj ose mund të më emocionoj, një surprizë e papritur, qoftë gëzim, qoftë hidhrim. A ke një moment të brish në jetën tënde që e ktheve në forcë? Ka kthesa dhe kthina jeta ku na fut atëre kur se presim? Jo diçka që të më vi në mendje. Kam qenë gjithmonë e rrethuar nga njerëz, asnjëherë nuk jam ndier vetëm, kështu që edhe në momentet e brishta ka qenë gjithmonë një dorë aty afër meje që s'm ka lënë të rrëzohem. Ka ndryshuar diçka tek ti? Humbja e prindërve? Po. Dhe cila është trashëgimia e tyre në ty? Kam qenë shumë e lidhur me të dy prindrit, e kam ndier shumë humbjen e babait se ishte e papritur, e kam ndier shumë sepse ai nuk ishte dakord që unë të futesha në politikë dhe ai ishte larguar nga jeta vetëm 2 muaj mbasi unë u angazhova në jetën politike, kështu që pata një lloj pengu, po kur humba dhe nënën për herë të parë jam ndier jetime. Ndihet njeriu jetim edhe në një moshë shumë të madhe si unë. Por ndihemi vërtet jetim pavarësisht moshës, edhe është bregtisja më e hidhur dhe më e fortë dhe më e mundimshme për gjithë. Por është edhe po aq pasuruese, se të fut një dimension njerëzor dhe emocional që kur e ke në të përditshmen tënde e jeton si një realitet, ndërsa kështu e jeton si një dimension të brendshëm shumë të fortë.
Tani, arsyeja kryesore pse unë juftova në këtë podcast në fakt është frymëzimi i jashtëzakonshëm që më keni dhënë në evenimentin më të rëndësishëm në historinë e turizmit shqiptar, që ishte Shqipëria me statusin e vendit mikpritës në ITB Berlin. Jam emocionuar shumë me shfaqjen që keni realizuar edhe me mënyrën se si e sollëm Shqipërinë në sytë e ndërkombëtarëve. Të komplimentoj shumë për këtë gjë, edhe do duaj që këtë pjesë të fundit të intervistës ta ilustroj me pamjet atyre klipeve të jashtëzakonshme që kishit realizuar në të 4 stinët e vitit në të gjitha skajet e këtij vendi të bekuar. Ke dhënë 100 intervista për Shqipërinë për mediat e huaja në 3 vite e gjysmë. Kush është ai faktor që mendon? Po, kam gjetur të dhëna, statistikore. Shumë faleminderit se nuk e dija këtë, nuk e kisha llogaritur këtë statistik, por që ka interesante. Çfarë e bën Shqipërinë në sytë të huajve kaq tërheqëse sipas jush? Është ajo gjëja e Shqipëria e bukur që ne jetojmë, po mbesa duket duke jetuar në të përditshëm të duket e zakonshme, dhe kur vjen një moment që vijnë tuaj dhe konstatojnë, ti thua po vërtet që nga e bukur. Megjithatë, është fytyra juaj dhe sytë tuaj të bukur apo Shqipëria vetëm me fytyrën e saj të bukur, se ju jeni fytyra e Shqipërisë turistike në fakt. Unë jam thjesht një person që punoj në sektor, po Shqipërinë turistike e bëjnë shqiptarët, e bëjnë ata që punojnë në agroturizëm. Janë me 10 qindra operator turistik shqiptar, agjenci që mbajnë hotele, që janë guida. Për shembull, janë rreth 700 guida, 700 udhëfyes shqiptar, qoftë ata që janë udhëfyes kulturor, udhëfyes turistik, udhëfyes që bëjnë hiking në male apo në aktivitete të tjera turistike, që janë përballë me turistët dhe që janë ata që ju shërbejnë. Unë mendoj që është gjithë sektori privat që prej vitesh e kanë ndërtuar, edhe nga më guximtarët që kur nuk flitej për turizëm, ata ofronin shërbime turistike. Janë ata në fakt fytyra e vërtetë e Shqipërisë, sepse janë ata që ofrojnë bujarinë, janë ata që ofrojnë shërbimet, janë ata që shërbejnë për restorante, janë ata që shërbejnë, janë taksigjint, të cilët janë shumë simpatike edhe kur i transportojnë turistët nga një vend në tjetrin. E kemi rishpikur në vetë në fakt Shqipërinë turistike përmes mikpritjes? Ne nuk le të themi që e kemi përdorur mikpritjen, më në fund mësuam ta përdorim mikpritjen si ekonomi, ta bëjmë industri. Nuk kemi folur kurrë për industri të turizmit. Ne nuk kemi folur as për turizëm, madje ne flisim për pushime, do shkojmë me pushime. Nuk thonim do shkoj të bëj turizëm apo merrem me turizëm. Përkundrazi, dhe fjala turizëm është një fjalë që si sektori ekonomisë ka hyrë shumë vonë. Para 3-4 vjetësh kemi filluar të flasim për ekonominë e turizmit, sot flasim për industrinë e turizmit. Kështu që në këtë evolucion, madje revolucion, që ka shumë të mira, po sidomos ka ndryshuar imazhin e Shqipërisë. Ne jemi sot krenar kur themi nga Shqipëria. Unë kam qenë ministër në 2013, në evente ndërkombëtare apo 2014, kur thoja jam ministre nga Shqipëria, të mirësjellshëm kolegët e mi. Kur unë them sot jam ministre nga Shqipëria, gjithë thënë kokën, jo për mua, po për Shqipërinë, sepse është Shqipëria turistike. Njëherë në jetë ndodh që ti jesh vend mikpritës në panairin më të madh turizmit në botë, apo jo? Po. Dhe gjëja më e rëndësishme ishte që ishte panairi që na i kërkojnë ne këtë gjë. Përgjithsisht vendet garojnë, paraqesin kandidaturën e tyre për ta marrë statusin e vendit nderit në panairin e Berlinit, që është panairi më i madh. Ne na u kërkua sepse statistikat, shifrat, perceptimet, raportet, mediat ndërkombëtare, rrjetet sociale flisnin gjithmonë dhe vazhdojnë flasin gjithmonë më shumë për këtë Shqipërinë që po zbulohet si një destinacion turistik. Aty ishte Shqipëria, edhe Vjosa aty ishte dhe deti aty ishte. Por aftësia e shqiptarëve për ta kthyer mikpritjen e trashëguar në ekonomi, infrastruktura dhe politikbërja e kombinuar në mënyrë më të mirë midis sektorit privat dhe sektorit publik, bën atë që sot e kemi Shqipërinë turistike. Është një program shumë i madh që është ndërtuar nga i gjithë, le të themi, jo vetëm nga i gjithë sektori, po nga të gjithë aktorët e rëndësishëm të jetës ekonomike, politike, kulturore dhe sociale të Shqipërisë. Çfarë impakti pritet që të ketë ky eveniment në turizmin konkret këtë vit? Filloi ta jepte këtë impakt që në panair. Ne kishim mbi 100 operatorë të sektorëve të ndryshëm të turizmit që ishin prezent në stendën e Shqipërisë, kishim një stend shumë të madhe, 800 metra katror, si asnjëherë tjetër, të cilët
lidhen kontratë dhe ata referojnë që tashmë janë në prenotimet e vitit 2026, madje ka filluar dhe viti 2027, sepse viti 2025 është pothuajse i mbyllur. Jo më larg se sot, Banka e Shqipërisë dha një shifër shumë interesante për sa i përket ekonomisë turizmit, praktikisht të hyrat në ekonominë shqiptare në vitin 2024 arritën 5 miliard euro. Wow. Është vërtet një shifër e konsiderueshme. Dhe po ta vendos të në një krahasim relativ, kishim 4.2 miliard euro në vitin 2023, 2.8 miliard euro në vitin 2022. Po ta shikoni progresionin, është vërtet janë para që hyn në ekonominë shqiptare, të cilat riinvestohen po nga shqiptarët brenda ekonomisë, brenda sektorit. Sepse nuk shpjegohet ndryshe, rritja e numrit të hoteleve, rritja e numrit të restoranteve, diversifikimi i ofertës turistike. Pra nuk vjet vetëm për detin, se deti 3 muaj është. Vjet për malin, vjet për kulinarin, vjet për eventet kulturore. Do të kemi në 9, 10 dhe 11 maj Giro d'Italia që për të parën herë nis nga Shqipëria. Është një ngjarje ndërkombëtare jashtëzakonshme që ndiqet nga 800 milion shikues në kohë reale në Itali dhe në gjithë botën. Pra, janë, si thua, disa arritje që nuk janë as të ministrit, as vetëm të qeverisë, janë të Shqipërisë. Duhet të japim Shqipërisë atë që Shqipëria ka ndërtuar në një kohë rekord, krahasuar me vende tjera që kanë 2 shekuj që ndërtojnë atë që janë sot. Ne kemi bërë në 20 vite. Mos them 20 vite se vitet 90 nuk ishin vite ndërtimi, ishin vite kakofonie dhe anarkie ku ne kërkonim vetveten. Statistikisht sa vizitorët huaj parashikojnë këtë vit? Ka nisur, domethënë e mbyllën vitin 2024 me gati 12 milion vizitorë të huaj, ka nisur viti 2025 janar shkurt me mbi 15% më shumë se sa e njëjta periudhë e vitit kaluar. Por për mua më shumë rëndësi kanë të ardhurat që kjo sjell në ekonomi. Pra ne nuk synojmë që të kemi 20 milion e 30 milion, nuk i mbajmë dot. Është vend i vogël Shqipëria dhe kjo do na dëmtonte mjedisin. Na duhen turistë që rinë më gjatë dhe paguajnë më shumë. Prandaj të ardhurat, çifrat ekonomike janë më të rëndësishme se sa shifrat sasiore. Çfarë duhet bëj tani privati dhe çfarë duhet bëj shteti për ruajtjen e pastërtisë së plazheve në mënyrë të veçantë? Unë që e adhuroj detin, e di ç'bëj ndonjëherë me ato skafet e vogla kur shoh plastik e qese e papastërti në përgjinj të vegjël që janë ende ashtu të egër, i mbledh dhe mërzitem dhe them ç'është kjo histori kështu në këtë vend. Ka disa aktorë që kanë një rol shumë të rëndësishëm. Nëse ne mendojmë që këtë punë duhet ta bëj vetëm shteti, po vetëm bashkia nuk ka për të rregulluar kurrë. Nuk është kollaj që në një vend me 2.4 milion banor, ku kapacitetet e stafeve, ku kapacitetet financiare janë të parashikuara për kaq banor sa jemi, papritur gjendemi me 5 e numrit banorëve, si në një shtëpi ku jetojnë 5 vet, papritur të vinë 30 vet. E njëjta gjë, kështu që nëse secili nuk e luan rolin e vet, sigurisht ne dyfishojmë të gjitha kapacitetet për pastrimin e plazheve, po edhe të gjithë Shqipërisë gjatë periudhës verës, midis qeverisë qendrore dhe qeverisjeve vendore, por detyrën kryesore në radhë parë ka çdo individ e ka çdo biznes. Ti nuk mund të thuash unë jam biznes, unë paguaj taksat, kështu që pastroj ti. Është e pamundur t'ia dalim. Dhe kjo, nëse ka një rol që media mund të luaj, shoqëria civile mund të luaj, shkolla mund të luaj, është edukimi. Raporti që çdo individ krijon me mbetjet që vetë prodhon. Nëse ne atë e hedhim fiu nga dritarja, nuk ka burrënëne ta pastrojë territorin. Nëse ne mbajmë mbetjen që krijojmë derisa të mbrim tek një vend ku mund ta hedhim, kontribuojmë në pastërtinë e përgjithshme. Puna që bëjmë çdo vit është jashtëzakonisht e madhe. Sensibilizimi që bëjmë duhet të jetë edhe më i madh. Ndryshimi i mentaliteteve do marrë kohë. Çfarë ka ndonjë risi që mund të dëgjojë shqiptarët për turizmin këtë vit, sidomos për turizmin bregdetar me që jemi afërsinë së verës? Si e madhe është hapja e aeroportit të Vlorës, hapja e disa akseve shumë të rëndësishme siç ishte rruga e Arbrit dhe tuneli i Murrizit, po ndërtohet një rrugë e re që do të lidh gjithë zonën e përmet Këlqyrës me Beratin, pra krijojnë disa akse të cilat krijojnë destinacione të reja. Siç ishte për shembull rruga Kardiq Delvin, që nëse na duheshin 5 orë për të shkuar në Saran, tani e bëjmë për 3 orë. Të gjitha këto krijojnë destinacione të reja dhe shërbime të reja rreth rrotullt. Pra për mua puna që po bëhet në infrastrukturë është nga gjërat më të rëndësishme. Rruga e re Shëngjin Velipoj gjithashtu krijon një aks të ri dhe në momentin që krijohen akse të reja rrugore, ti krijon destinacione dhe i jep zhvillim një territori i cili do të ofrojë më shumë
shumë kënaqësi, më shumë aktivitete të reja. A kemi brende ndërkombëtare prestigjioze të hotelerisë së nivelit të lartë të luksit me pesyje të vërtet që pritet të hapen në Shqipëri? Deri para 5 vjetësh nuk kishim të tillë. Pse nuk kemi ne një Four Seasons ende në Shqipëri? Pse nuk kemi një nga networket e hoteleve të mëdha, një Aman Hotel apo një e kam Mali i Zi? Po nuk e kemi ne. Mali i Zi ka 60 vjet që bën turizëm, ne kemi më pak se 10 vjet. Dhe megjithatë, për një periudhë kohe kaq të shkurtër, pra vetëm në 5 vitet e fundit kemi sot 17 brende ndërkombëtare, janë rreth 40-50 hotele që ose janë ndërtuar, ose po ndërtohen, ose projektet janë tashmë të miratuara. Melia, për shembull Melia Group, ka firmosur kontratën e 23. Intercontinental Hotel Group gjithashtu ka ka në kantier 3 hotele. Akori ka 8 kontrata tashmë të firmosura. Të gjitha këto kanë ndodhur në 4-5 vite, janë shumë pak. Gjëja e mirë është që gjithë hotele po vinë me projekte shumë të bukura arkitekturore. Për shembull, nëse shkon në Sofje, po them, dhe viziton në Hotel Hayat, është një hotel i viteve 70. Por nuk t'jep në një kënaqësi të madhe estetike, sepse teknologjia e ndërtimit dhe materialet kanë avancuar kaq shumë sa që ajo duket shumë e vjetruar. Ndërkohë që ne që i fillojmë edhe me projekte shumë të bukura. Megjithatë, edhe Four Seasons dhe Aman kanë interes për Shqipërinë. Projekti për cilin po punohet për në Sazan, i Affinity Partners, është projekt i cili do të vi i operuar nga rrjeti Aman Hotel. Keni ndonjë merak për Shqipërinë? Më kujtohet në një nga librat e kryeministrit Rama, ai thoshte për Sarandën që një qytet që Zoti e qëndisi me aq sqim dhe që dora e njeriu të shkatroi. Po ju vet keni ndonjë peng? Ose ndonjë ëndër, ndonjë projekcion për Shqipërinë turistike që do doje që të realizojë? Ka të bëjnë me periudhën e tranzicionit, të cilat ti nuk i kthen dot më mbrapsht, dhe të ishte shumë e lehtë të thoshe sikur të kishim bërë. Ne do t'i kalonim, ne kemi të drejtën të gabojmë. Kur thon shumë partnerë të huaj që mos bëni gabimet që kemi bërë ne, një fëmijë nuk rritet nëse nuk bën gabime. Kemi bërë dhe ne gabimet tona, por rëndësi ka që tashmë kemi vendosur në punë të gjithë instrumentat për të kontrolluar planifikimin e territorit. Ju kujtoj që në 2014-ën ne kemi vendosur moratoriume dhe kemi pezulluar të gjitha lejet e ndërtimit në zonat e trashëgimisë kulturore që ishin mbushur me xiban, edhe në zonat e mbrojtura natyrore. Janë prishur me mira ndërtime të paligjshme, por ndërkohë duhet kesh parasysh dhe ekuilibra social. Ne nuk mund ta rrafshojmë Bathoren, por po e bëjmë, kemi bërë rikualifikimin e Bathores. Mund t'jap një shembull, kalaja e Tepelenës, një kala shumë e bukur dhe një pozicion të jashtëzakonshëm. Gjatë kohës tranzicionit, kur në vitet 90 aty kishte vetëm 4-5 shtëpi. Aty janë sot mbi 160 ndërtime, të shëmtuara, të ndërtuara. Tani janë shumë rikualifikuar e tëra, janë rregulluar. Pra nuk është e pamundur dhe po kthehemi të korrigjojmë me mjete arkitekturore gabimet e së shkuarës. Por këto janë pengjet të cilat na bëjnë mësim për të avancuar. Shqipëria është shumë jetë gjatë se sa ne. Këto yjet që vendosen kështu si pa kriter në Shqipëri, a do ketë një stabilizator që ai pesyeshit jetë vërtet një hotel me standard pesyesh? Në periudhën që cilën flasim, se këta i vendosin yjet janë me 3 yje dhe thonë jemi me 5 edhe yjet që janë shumë herë të vendosura në përmure nuk janë yje me karakter ligjor. Yjet me karakter ligjor të parisur me certifikat të tillë për momentin i marrin vetëm hotelet të cilat kanë një marrëveshje me një brend ndërkombëtar të certifikuar me yjet përkatëse në standarde ndërkombëtare. Them Melia, kur Melia ja njeh një hoteli 5 yjet apo kur Hayati ja njeh 5 yjet hotelit me cilin punon, atëherë ja japim edhe me karakterin, me certifikimin ligjor të Ministrisë Turizmit. Kemi ende një det të pakontaminuar, shumë pak mjete ujore lëvizin, po jemi në pritje të hapjes së marinave. Do të ndikonin këto, besoj drejt për së drejti në rritjen e turizmit të luksit edhe ka shumë nevojë sepse ndërkohë ka dhe një ngopje të marinave në pjesën e Ballkanit dhe në pjesën e Mesdheut dhe turistët e jahteve pra janë në kërkim të porteve të tilla. Kjo është dhe arsyeja pse marina që po ndërtohet në Durrës do të jetë një ndër projektet madhore që ne kemi dhe që do të jetë edhe marina më e madhe në gjithë pjesën e Ballkanit. Por po kështu edhe marina tjera më të vogla, siç është marina Orikumit ose ajo e Sarandës, të cilat do të jenë gjithashtu funksionale. Zhvillime urbane në oazat të veçanta të Shqipërisë do sillnin patjetër zhvillim, por do t'ju lutesha unë si qytetare e këtij vendi që ato pak plazhe të virgjëra të egra që kemi të mos
uzurpohen nga ata që pretendojnë se janë pronare të këtyre plazheve dhe që vendosin çadra, shezllone, hapin bare, të lihen ashtu publike dhe të vërteta. Kemi rregullore të re si vjet për plazhet, ku praktikisht do të jenë mbi 973 parcela, po e them me numër të saktë, 973 stacione plazhi publike, të cilat do të menaxhohen dhe do të mirëmbahen nga bashkitë, dhe vetëm hotelet, strukturat akomoduese do të kenë mundësinë të menaxhojnë stacione plazhi me qëllim që të lënë më shumë hapësirë për publikun. Po sigurisht që kërkon prap një sensibilizim shumë të madh sepse do jetë shumë e vështirë për t'i mbajtur pastër. Prandaj bashkëpunimi qoftë me publikun, qoftë me pushuesit, qoftë me bizneset, duhet të jetë shumë i madh. Juve sa ditë në vit pushoni? Unë? Ai sa e parashikon ligji? Jo, unë nuk pushoj. Edhe ato pak ditë pushimi që janë, nuk i bëni pushim? Nuk mundem sepse pushimi i tjerëve është puna ime. Nëse do të zgjidhni të pushoni, një pjesë e madhe e ekipit Ministrisë të Turizmit dhe Mjedisit pothuajse nuk merr pushime, ne alternohemi të gjithë, po e kemi të pamundur. A keni ju një vend në këtë Shqipëri me këtë reliev kaq të larmishëm ku ndroni, edhe ku do donit që ta ratisteshit nga çdo gjë, në vend që të shifnit një film në Netflix të thoshit, ky është ai vendi, ajo qoshja ime magjike ku dua të shkoj dhe të qetësoj, të pushoj. Jam shumë të thellë interesi, po Zagoria është një ndër ato zonat ku praktikisht do më pëlqente nëse mund ta quajmë izolim. Por gjithashtu edhe Boga më pëlqen jashtëzakonisht shumë. Më duket se i kemi thënë disa gjëra të bukura sot në këtë podcast. Më pëlqen shumë që je veshur me ngjyrat e logos ton. Edhe ke qenë në fakt si deti i kaltër jugut të Shqipërisë edhe fiksi ngjyra e Vjosës që ka gjithë ato sfumaturat blu që ka xhaketa juaj. Unë të falenderoj shumë për kohën. Shpresoj që kjo bisedë ketë qenë çlodhje më shumë se lodhje, se e di që të ka marrë shumë energji, të ka bërë shumë pyetje. Po ishin të paktën disa pyetje ndryshe nga ato që ju kemi dëgjuar gjithmonë në studiot politike ku duhet shkoni. Si politikane. Unë shumë mirë. Të falenderoj shumë. Mos haro të pish çajin e malit që ke aty dhe të provosh glikon e përmetit. Shumë faleminderit për këtë copës zemre që na dhe për Shqipërinë e bukur që përshkove këtu, edhe shpresoj që të kemi një sezon fantastik turistik si detar ashtu edhe malor, se mua m'pëlqen shumë edhe mali në ver. Të falenderoj shumë Mirela Kumbaro, edhe për mua sot nuk ishe politikania që njerëzit njohin, po ishe Mirela, një grua, siç thon kolegët edhe njerëzit e stafit tënd më të afërt, e plotësuar, e përmbushur, e realizuar, një grua frymëzuese. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë Elket.